Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Po turpëroheni nga gazdrat e tepërta, ja sekreti si të shpëtoni një herë mirë. Kush nuk e ka përjetuar ndonjë moment të sikletshëm me gazdrat, që edhe mund të ndodhi në një takim shumë serioz, në vend të punës apo në shtëpi, kur jeni plot me mysafir. Në atë moment, personi që i ndodh kjo dëshiron thjesht që të zhduket, por aroma e keqe që lën pas gazdrat është shumë e vështirë që të fshihet. Shkaqet e lirimit të gazdrave janë të ndryshme dhe varet nga ushqimi që hani. Fasulet, lulelakrat janë ushqimet tuaja kryesore të cilat shkaktojnë gazdra, por në lirimin e gazdrave ndikon njëkohësisht edhe stresi dhe ankthi, ja cilat janë trajtimet natyrale që parandalojnë gazdrat. Kanella parandalon fryrjen e stomakut dhe gjithashtu parandalon gazdrat. Është shumë e lehtë për ta konsumuar. Thjesht mundet që të shtoni qumësht dhe ta pini. Këtë pije mundet ta konsumoni para gjumit për ta ëmbëlsuar dhe shtoni edhe mjalt. Xhenxhefili është një mrekulli natyrore. Ajo parandalon në dhimbjet, stresin dhe mundet gjithashtu që të përdoret për problemet në stomak dhe zor. Për të parandaluar gjithashtu gazdrat, duhet të merrni një gotë dhe gjithashtu të shtoni edhe 2 lugë të vogla xhenxhefil. Lëreni të vlojë deri në 10 minuta. Pasi të jetë ftohur pak, përzjeni dhe konsumojeni. Pijeni këtë lëng 3 herë në ditë dhe rezultati do ju lër juve pa frym. Aloe vera. Përveç se trajton djegjet, xheli i aloe verës lehtëson në dhimbjet e barkut dhe gjithashtu zvogëlon sasinë e gazdrave. Mund ta konsumoni si xhel sikurse është ose mund ta përzjeni me ujë të nxehtë për të bërë çaj. Hudra është një ushqim që parandalon një sër sëmundjesh, përmirëson qarkullimin e gjakut, ul nivelin e kolesterolit dhe vepron si antibiotik natyral. Po sikur kjo të mos ishte mjaftueshme, hudra stimulon acidet e stomakut dhe lehtëson tretjen, gjë e cila ndihmon në parandalimin e fryrjes. Mund ta konsumoni në çdo formë, por kjo recetë me qimnon është veçanërisht e mirë për parandalimin e gazdrave. Vendosni ujë, piper, qimnon dhe 3 karafil hudhër në një tigan dhe lëreni që të ngrohet. Lëreni që të vlojë për plot 5 minuta dhe pastaj largojeni atë nga zjarri. Lëreni që të ftohet në temperaturën e dhomës dhe pini 3 herë në ditë. Uthulla e mollës përdoret gjithashtu si një salcë për sallatë, por ndihmon edhe në parandalimin e fryrjes së barkut. Mënyra e duhur për të parandaluar gjithashtu gazdrat është që të vloni 4 lugë gjelle me uthull molle për disa minuta dhe më pas lejoni që të ftohet në temperaturën e dhomës. Më pas pijeni dhe kështu do të shikoni ndryshimet. Gazdrat janë një pjesë normale e jetës dhe një nënprodukt natyror i një sistemi tepër të shëndetshëm. Gazi në trupin tuaj duhet të dalë, përndryshe ju do të fryheni si një tullumbace e mbushur shumë. Shumica e njerëzve lëshojnë gazra midis 14 dhe 23 herë në ditë. Kjo mund të tingëllojë si shumë, por shumica prej tyre janë pa erë dhe relativisht të padukshme. Është e zakonshme që njerëzit të ndihen sikur lëshojnë gazra më shumë se të tjerët, por zakonisht është e pavërtetë. Shumica e gazit që kaloni është ajri i gëlltitur. Ju gëlltisni ajër gjatë gjithë ditës ndërsa hani dhe pini. Gazdrat e tjerë bllokohen në traktin tuaj të retës pasi ushqimi që hani tretet. Edhe pse gazdrat janë një pjesë normale e jetës, ato munden të jenë të papërshtatshme në shumë raste. Nuk ka asnjë mundësi që ju të mos i shpëtoni tyre.
dhe t'i ndaloni ato, por ekzistojnë metoda natyrale për të zvogëluar sasinë e tyre në sistemin tuaj. Hani më ngadalë dhe më mënd. Shumica e gazit në trupin tuaj është ajri i gëlltitur, ndërsa është e pamundur të shmangni gllabërimin e ajrit plotësisht. Ju mund të zvogëloni sasinë që gëlltisni. Kur hani shpejt ju gëlltisni shumë më tepër ajër se sa kur hani ngadalë. Kjo është veçanërisht e vërtet kur jeni duke ngrënë në lëvizje. Shmangni ngrënien gjatë përfshirjes në aktivitete të tjera si për shembull ecja apo drejtimi i makinës dhe biçikleta. Mos përtypni çamçakës. Njerëzit të cilët përtypin çamçakës gjatë gjithë ditës gëlltisin shumë më tepër ajër se sa ata që nuk e bëjnë. Nëse jeni të shqetësuar për mbajtjen e frymës tuaj të freskët, provoni të hani në vend të kësaj një energjik pa sheqer. Një larje gojës me veprim të gjatë mundet gjithashtu që të ndihmojë në uljen e baktereve të cilat shkaktojnë erë të keqe në gojën tuaj. Mos hani ushqime të cilat prodhojnë gaz. Disa ushqime prodhojnë shumë gaz më tepër se të tjerët. Karbohidratet e caktuara janë fajtor të zakonshëm, përfshirë ato me fruktozë, laktozë, fibra të patreqme dhe njëkohësisht niseshte. Këto karbohidrate janë të fermentuara në zorë të madhe dhe kanë një histori të shkaktimit të problemeve me tretjen. Shumë njerëz me sindromën e zorrëve të irrituara eksperimentojnë dhe gjithashtu me një dietë të ulët në oligosakaridet e fermentueshme, monosakaridet dhe polelet, gjë që shmang sheqernat e fermentueshëm. Sidoqoftë, shumë nga këto ushqime të cilat prodhojnë gaz janë një pjesë thelbësore e një diete tërësisht të shëndetshme. Ndoshta nuk do të keni nevojë që t'i shkurtoni plotësisht këto ushqime nga dieta juaj, por mundet që të hani më pak prej tyre. Karburantet e zakonshëm që prodhojnë gaz përfshijnë sheqerna komplekse si fasule, lakër brukseli, brokoli, asparagu, sorbitol dhe perime të tjera. Gjithashtu fruktoza, e cila përfshihet qepa, dardha, pijet jo alkolike, lëngu i frutave dhe fruta të tjera. Fruktoza. Të gjitha këto produkte të qumshtit përfshirë qumshtin, djathin dhe akulloren. Fibër i pasgjithshëm. Shumica e frutave, krunde, tërshëre, bizele dhe njëkohësisht fasule. Niseshte ku përfshihet patate, makarona, grur dhe njëkohësisht misër. Kontrolloni për intolerancat ushqimore me një dietë eliminimi. Intolerancat ushqimore janë të ndryshme se sa alergjitë ushqimore. Në vend të një përgjigjeje alergjike, intolerancat ushqimore shkaktojnë shqetësime të tjera të tretjes si diarreja, gazi, fryrja dhe vjellja. Një intolerancë e zakonshme ushqimore është intoleranca ndaj laktozës. Laktoza gjendet në të gjitha produktet e qumshtit. Një dietë eliminimi mundet juve që t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e gazdrave dhe gjithashtu uljen e fryrjes së barkut. Pastaj ngadalë filloni të shtoni ushqime përsëri një nga një. Mbani shënime të hollësishme të vakteve tuaja dhe simptomave që ju shfaqen. Gjithashtu ka dhe disa lloje gazdrash për çfarë tregojnë ato për shëndetin. Gazrat pa erë. Sipas disa statistikave, shumica e përbërësve të gazdrave nuk kanë erë. Vetëm 1% e përbërësve shkaktojnë erën e keqe dhe fajtor për këtë janë gazra sulfurik nga zorrët. Gazrat të tillë janë si rezultat i ajrit të tepërt në trup dhe janë plotësisht normale. Gazra me erë të keqe. Ka shumë ushqime që i shkaktojnë gazra të mbajnë erë, por kjo nuk do të tregojë asnjë brengë serioze. Brokoli dhe mishi i kuq janë faktorët kryesor. Gazra me erë shumë të keqe. Këto shkaktohen nga ndonjë problem shëndetësor, prandaj e mira është që të vizitojeni tek mjeku. Gjithashtu ka edhe gazra të shpeshtë, të cilët nëse përjetoni fryrje barku dhe gazra të shpeshtë, duhet të shkoni tek mjeku sepse mund të jeni alergjik ndaj ndonjë ushqimi specifik.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.